Pse ky alarm, ministër, në ditën ku prokuria e mori në pyetje Faton Pecin? A ishte për me të rejsh vëmendje nga zhvillimet që ndodheshin mbrana në Kosovë? Në fakt, unë besoj që kjo intervistë është dhënë shumë herët. Shumë herët? Po. Nëse mund ta vërtetosh. Jo, është me rëndësi, sepse lajmi është bu, domethënë a ditë ka qarkullu. Çka dua të ndërlidhesh që këtë edhe a ditë? Këtë e kam thënë. A e këtë edhe domethënë edhe disa herë, më herët, duke përfshirë edhe a ditë dhe sort më bëhet në pyetje nga ndonjë medium për vendosjen e forcave serbe. Unë nuk mund ta ndryshoj pozicionimin e forcave serbe, pse atë ditë është në diskutim një çështje tjetër. Edhe në këtë rast, unë kam thënë atë që kam thënë disa herë, duke përfshirë këtë intervistën që besoj që mund të jetë minimalisht 6 muaj. 6 muaj. Më herët, sepse unë deklarimin... Ato të më thonë, ato s'po e levizin, hiç pozicionin, ushtria serbe. Pavarësisht që ne po diskutojmë dhe po sulmuem unë, ata që ndrojnë aty, edhe është detyrë e Ministrit Mbrojtjes që të ritheksoj shumë herë këtë çështje, jo vetëm për audiencën e brendshme, por normalisht edhe për audiencën e jashtme. Ne duhet ta bëjmë të qartë që pozicionimi, militarizimi i zonës jugore të Serbisë paraqet kërcënim. Në asnjë rast kjo nuk ka pasur synim friksime, sepse ka pasur diskutime, ka pasur deklarata që po tenton po frikson qytetarët. Unë ende nuk e kam po asnjë qytetar se kam takuar të jetë friksuar pse janë 3 brigada të ushtrisë serbe në jug të territorit të Serbisë. Qytetarët e vendit tonë tani kanë besim në institucionet tona, kanë besim në ushtrinë e Kosovës, kanë besim në kapacitetet e vendit tonë, por edhe në partneritetin tonë me aleatët tonë, edhe ky besim normal përkthehet pastaj në siguri. Dhe kemi besim edhe në forin. Asnjë qytetar nuk kam takuar që të ketë thënë se janë friksuar nga deklaratat tuaja rreth militarizimit të Serbisë. Pra panik? Jo, në asnjë rast. Në asnjë rast. A mendon që mund të ketë ndikim tek bizneset të cilat janë mësyn me investu në Kosovë? Po ato trupat ushtarake do të qëndrojnë aty si investuan, si s'investuan. Jo, po derisa ti si ministër dhe kryeministri në vazhdimsi folni për luftë, po besoj që në qendër të vëmendjes vendoset fjala luftë dhe jo klimë mirë për investim. Nuk besoj që është diskutim për luftë, është diskutim për kërcënim që fatkeqësisht ka qenë aty për një kohë të gjatë. Nuk është etike që të fshehim nga biznesmenët dhe investitorët e mundshëm gjendjen që është për rreth kufirit tonë. Sepse fundja me një kërkim të thjeshtë në internet, secili qytetari i Kosovës apo qytetari ndonjë vendi tjetër që vjen në Kosovë mund të gjejë deklaratat tuaja për luftë. Edhe trupat serbe të pozicionuara, pra sepse janë publike. Janë publike. Që Serbia ka 3 nga 4 brigadat në jug të territorit të saj, mund të gjendet gjithandaj në internet. Që brigada e dytë e ushtrisë serbe është në Rashk, e treta në Nish dhe e katërta në Vranj. Kjo të mund shihet edhe gjendet gjithmonë nga gjithkush. Dhe këto nuk janë aty sot. Këto janë që disa vite me radhë. Që janë 48 bazat të ushtrisë dhe gjandarmerisë serbe përgjatë vijës kufitare me Republikën e Kosovës. Kjo nuk është diçka që nuk është theksuar dhe që nuk është pranuar nga vetë Serbia. Vizita të shumta ka pas nga ish-ministrat e mbrojtjes së Serbisë pikërisht në këto baza jo shumë larg territorit të Kosovës. Janë informata që vijnë nga inteligjenca? Janë nga burimet e hapura. Po vetëm nga inteligjenca, është duke funksionuar inteligjenca e ushtrisë? Ne kemi informacionet që vijnë nga inteligjenca, bëjmë analizat të vazhdueshme, mirë po edhe janë shumë publike këto të gjitha që po i them, dhe siç është publike që Serbia vazhdon ta mbajë në kushtetutën e saj Kosovën si pjesë të Serbisë. Dhe kjo në një farë mënyre është një akt lufte që ata e mbajnë, pavarësisht a ekzekutojnë përmes trupave ushtarake jo. Në momentin që një vend të konsideron pjesë të tij, për mua ka pretendime territoriale dhe normalisht territoriale. Dhe kjo nuk është diçka e re, nuk është duke u bërë nga kryeministri, as nga unë, edhe as nga askush në qeveri për të friksuar askënd. Është thjesht për të prezantuar një gjendje dhe ne jemi me të vërtetë komod, mund të themi, në kuptimin e gatishmërisë për të mbrojtur çdo pjesë të territorit tonë, çdo jetë të qytetarëve tonë.